Këtu mund të shohim një perde prej perde të Qabës. Këtu gjendemi në Mekë të Muzeu i Kur'anit. Dhe kjo, për këtë ka orë një transmetim në librin e Zotit Ahmedit që shokët e profetit alayhis salatu wassalam i kanë anku atij për veshjet e dobta dhe ushqimin e rënd. Kanë thënë na u kanë djeg barqet tona prej hurme dhe nuk gjejmë çfarë të veshim. Ankohen. Dhe profeti alayhis salatu wassalam i tregon që ka marrë një kohë që rroba tuaja keni me pas sikur perdet e Qabës. Kanë super luksoze. Dhe kam ju shërby ushqimi ditën e natën me tabakat maj. Përse kjo luks i dunjas kam ju që deri në atë shkollë sa që keni me vranë njën e tjetërin. Pra që ka një kohë që njeri ju në luksi, ku mund të qaj, është një gjë shumë e rrezikshme.